të martuarit po tradhtojnë më shumë sot? Si? Të martuarit tradhtojnë më shumë. Martuarit? Të martuarit. Martuarit? Varet nga karakteri që kanë. Se të martuarit po tradhtojnë më shumë është pyetja. Kjo është hipotezë apo aksion? Është fakt. Si? Është fakt. Nga është nxjerrë? Është nxjerrë. Nga ku statistika? Po nga statistikat e divorcit. Statistikat e Edi Ramës? Edi Rama i nxjerrë to statistika. Qefta shash tani. Jo, nuk kam qefta shaj, po them në statistikat e me qenë se është pushtet dhe Institutin e Statistikave e mbulon ky, them Instituti i Statistikave të Edi Ramës se kanë nxjerrë këtë. Edi Rama bëri barazi gjinore, lejoi martesat e të Edi Rama bën barazi gjinore se i pëlqen. I pëlqen barazia gjinore. I ka pëlqyer gjithmonë. Gjithë jetën. E para njësh emigracioni. E dyta është gjendja ekonomike dhe e treta është degenerimi grave. Pastaj është degenerimi burrave. Se burrat kanë pijen, bigjozin, kurse gratë janë më të lëvizur, shoqi burri është në Itali, ai arrin me 2 celular. Një ma për burrin, një ma për dashnorin. Ta kesh kështu. Në 72,14% të prishjeve familjare e kanë gjithmonë gratë. I thua gruas më jemi godu e thota unë po shoj atë teleno unë isha të thosha marrë buçe për ato të Top Channel apo të ato tjerat, të degenerimi i kombit shqiptar. Këtë e bën Amerika, e bën Edi Rama, e bën Izraeli, duhet të shkatrojnë familjen e tërë botën që mos pyes njeri. Kjo është ajo. Po mirë, këto gratë e martuara, edhe burrat, i duan më të rinj. Jo, e në kone me rumit, se unë jam 66 vjeç, thoshin, gratë e martuara duan çuna të rinj dhe plejt moshatarët e mi, në atë kohë deshin goca të reja. Dhe i thonë një lla popullor, maçoku i vjetër e do një mi të ri. Unë 66 vjeç e do një 28 vjeç, e hiqe këtë fjalë. Se zje me grumës, apo me çupën. Po mirë, ne temi bie fjala se po japim opinioni, ose ti e do vërtet. Dakor, po ti do ta hedhësh një cep? Po. Ku për shembull? Po ti po flet shumë bukur dhe po e bën krahasim, apo e do vërtet? Krahasim, po jo, edhe vërtet, është ajo se Po si ti mos e konfirmo, ha? Në kone me rumit i thoshin e vërtetë është gënjesha, si thonë se është gjysmë e vërtetës. Si mendoni ju, kush mund të jetë shkaqet kryesore të tradhtisë? Sot shikojmë të martuar, burra dhe gra që tradhtojnë më shumë. Më shumë tradhtojnë burra. E martuar. Po. Ta them unë një arsye se si marr. Tradhtia varet nga, për shembull, ka dhe burra tradhtar, ka dhe burrat besës që mund të rinë lojale, kupto. Qofse një burr ose një grua e shtrëngon burrin e saj, mund që t'i vej ca ligja, kupto. Mund ta marrë në shtëpi, nuk tradhton. Që ta le liri dalje, normal që do shkojë te ai tjetër, apo kupto. Jo, po ta lësh të lirë, nuk mendoj kështu. Jo, valla, unë kështu mendoj. Ky është mendimi im për momentin. Tani pse burrat e martuar duan goca më të reja? Po ku di unë, ndoshta kanë trup më të mirë. Ju ka dal nga qefi, a kupto? Nuk jam nga Kosova, nuk di çfarë thamë për këtë. Mirë, këtë e ke dëgjuar si? Po e kam dëgjuar, po di çfarë thamë. Po ti je nga Kosova, pse ke ardhur në Shqipëri? Kam pas punë në Tiranë. Është më bukur Kosova apo Shqipëri? Ne jemi Shqipëri, ë? Ne jemi një këmbë. Një këmbë jemi. Tirana apo Prishtina. Ma Tirana më e bukur. Çka ka më të bukur Tirana? Gjithçka. Palla Prishtina i ka gjithë. Po mënyra jetesës ku është më aktive, atje apo këtu? Atje jam aktive. Shumë aktive. Ke thjesht të lidh puna. Tu punëm dia. Tani këta të martuarit që tradhtojnë, pse mund tradhtojnë me goca më të reja? Ma atë. Nuk di si të përgjigjem. Ti e kishe bërë ndonjëherë? Jo. Që ku ka linë njeriu? E pas ke dredhur ti më duket. Jo se shumë se kam dërëm, që ku ka linë njeri ka nogje. Qenje njerëzore që ka dalë në terren, kjo ka ekzistuar. Sot ka informacion më shumë. Ka dhëna më shumë. Ka sorum për klientele më shumë, por kjo ka ekzistuar gjithmonë. Biles, hol, në sistemin e para 90 diktaturës, ka qenë, për menimin tim ka qenë përqindja më e lartë se sot.
të garantoj me jetë, e kam përjetu vetë, kam qenë moshën 14-15 veçare, dhe të garantoj me jetë që ka qenë përqinja me lartë që sot. Tradhtia, thotë, si ishte tema dhe tradhtia? Burrat e martuar. Po, burrat dhe gratë e martuar po tradhtojnë më shumë. Ka qenë në para 90-s pakten një 20% më lartë që është sot tradhtia e burrat martum në sistem, në terren, në popullsi. Gjitha gjeneratat, me 100% garanci. Mirë, po sot tradhtojnë më shumë burrat apo Por gratë? atëherë nuk ka pas informacion. Unë kam qenë informacion i fshehur. Isha fëmijë me bagti, me lopë dhe i shifsha në detaje. E të erdhi dita vetë. Isha i në punë, i punësum në qytet, kishte 5 gra që kishte në heshtje, plus grunë e vetë. 5 do me thënë, këta një ka unë. 6 kishte grunë e vetë. Në heshtje. Që i kena pa me sy tonë, ty të sot merresh me informacion ka sa dushët. Çfarë vendi bëhet fjalë kjo që thoni ju? Kjo gjithë prej në Vërmosh deri në Konispol. Nga Korça deri në Durrës. Këtë zonë, në Kosovë nuk di, sti garant. Ka qenë sistem serb, kam pas kulturë tjetër, sistemi që ka kalu para 90-s ka qenë me pull të kuqe. Total, fillim e marim, totalisht. Edhe të garantoj me jetë, edhe brezet që janë sot në terren, janë të injektum në shtyllët kurrizore. Edhe shkon me gen. Ju thua se atëherë tradhtojnë më shumë burrat, po sot gratë apo burrat e martuar tradhtojnë më shumë? Në gratë apo burrat e martuar. Këtë shumë me ta xhem me përqindje ose di në botë se do të me pasi far pikëzimi, po unë e di që ki brez, kjo lloj gjenerate, kjo lloj racet, a ishte injektu me 50 vjet në pabeslik, në mashtrim dhe në tradhti. Pabeslik, në mashtrim në tradhti. Sa doli nga shtëpia vetë të menem me mashtru dhe me tradhtu. Qa pret ka e ki brez? Nuk është sistem vlerë ashtu. Sot doli nga shtëpia thot kuj për helli, kuj ke për tradhtoj, ke për mashtroj. Atëre qa pret? Jo mi përshditën, me mashtru, me fut në thes, me manipulua dhe me përdor. A qa të thamë në matësh? A të thamë masi? Po që më bënë e fote muti?